Paqja me ju të dashur miq dhe ndjekës të Bibla.al. Lavdi Zotit, sot do lexojmë nga Fjalët e Urta, kapitulli 8, vargu 13, për të kuptuar një temë që përflitet shumë sot në krishterrim, që është frika e Zotit. Pra shumë flitet për frikën e Zotit, po pak dihet me saktësi çfarë është frika e Zotit. Dhe pse duhet kemi frikë? Një perëndi që është dashurinë, thot Bibla, që është i mirë, është i përsosur, është i mëshirshëm. Në fakt, është një tip tjetër që Perëndia është i shenjtë, është i tërë shenjtë, është i pastër, është i kulluar, është dritë, në të nuk ka asnjë grimcë errësire. Dhe si rrjedhoi kësaj shenjtërie të përsosur, për cilën gjithashtu Zoti na ka thirrur që ne të jetojmë në këtë jetë kalimtare, që na përgatit për përjetësi, lavdi Zotit, këtu buron edhe frika e Zotit. Kështu që le të lexojmë të varg dhe të shohim. Fjalët e Urta 8:13 shkruhet: Frika e Zotit është të urresh të keqen. Unë urrej kryelartësinë, arrogancën, rrugët e këqija dhe gojen e çoroditur. Lavdi Zotit. Pra na thuhet qartazi në Bibël, dhe Bibla në fakt fjala e Zotit i ka të gjitha përgjigjet. Kështu që nuk ka pse të ketë kaq shumë gatresa gjatë jetës tonë të krishtere, mes kishave, mes besimtarësh. Pra, Bibla i ka të gjitha përgjigjet. Dhe këtu na thohet që frika e Zotit është pikërisht të urresh të keqen. Po, ky Perëndi ka dhe urrëtie. Patjetër, është i gjallë, është i vërtet dhe ka dhe urrëtie Zoti, ka dhe rreptësi. Dhe këtu ai është mjaft i rrept kundra së keqes. Pra nëse ne si besimtar besojmë Zotin e Biblës, Jezu Krishtin, dhe në momentet caktuara tolerojmë të keqen në jetën tonë, tolerojmë atë që nuk është e drejtë, dhe më keq akoma mund të bëjmë edhe palë të keqen, atëherë kujdes, sepse shkrimi thotë të keqen duhet ta urrejmë. Dhe këtu fillon frika e Zotit, një frikë e perëndishme që ka çdo besimtar i rilindur. Besimtari i rilindur është thirrur të urrejë veprat e këqija, veprat e satanait, të djallit, dhe mos ketë fare të bëjë me to. Kështu që këtu është frika e Zotit, dhe Zoti vetë na jep tre tipare të tjera të kësaj ligësie. Pra e para është kryelartësia, ku na thuhet në vend tjetër që Zoti kundërvihet krenarëve dhe jep hir të përulurve, arrogancën, gjithashtu rrugët e keqe, dhe katërta në fakt e fundit është goja e çoroditur. Kështu që çdo fjalë që del nga goja jon duhet të jetë në këtë rast vetëm për ndërtim. Ndërsa fjalët që nuk janë për ndërtim, si rëdo janë fjalë që shërbejnë të keqes. Prandaj dhe vetë Zoti Jezus na thotë që ditën e gjyqit, secili do të jap llogari për çdo fjalë të kotë që ka thënë. Pra ky Perëndi këtë lloj frike ka mbjellë në zemrën e besimtarëve, dhe këtë mund ta njohim sipas fjalës së tij. Dhe në fakt në vend tjetër na thuhet gjithashtu në Bibël që frika e Zotit është fillimi i urtësisë. Ndaj le të jemi të urtë, të kemi këtë urtësi të Perëndisë, të duam ato që Zoti do, po edhe të urrejmë ato që Zoti urren. Dhe kështu do ecim gjithmonë në dritë, më pranë Perëndisë tonë. Zoti t'ju bekojë. Amen.